Dua të shkojmë tash tek një lidhje tjetër direkte. Do të flasim me drejtorin e shërbimeve publike në Prishtinë, Leutrim Rëtkoceri, e që realisht Leutrimi kështu pe përmendim çdo ditë. Leutrim, mirëmëngjesi. Po të përmendim për ditë për këtë pjesën e mbeturinave, për rregullimin e tyre se kemi mbeturina gjithandej. E madje, mendoj që është një shembull që do të ndjekur edhe nga komuna tjera. Sa do pak me lehtësu këtë pjesën e mbeturinave. Ç'është po shkon ky projekt, Leutrim? Projekti për mbeturinat vëllimore është një situatë më të mirë tani në kryeqytet, pasi që edhe aksione dhe platforma digjitale, mbeturinat.com, po japin rezultatet çdo ditë më të mira. Në anën tjetër kemi edhe qytetarë që po na shkruajnë, po edhe ato që po i ofrojmë shërbimet në ato familje, janë jashtëzakonisht të kënaqur. Platforma i të kaluar pritjet dhe është një numër i madh i kërkesave të cilat janë duke u trajtuar dhe po shohim zgjerimin e kapaciteteve në grumbullimin e mbeturinave vëllimore. Por situata në teren po duket që është dukshëm më e mirë, ani pse nuk është ajo që kemi dëshirë ta shohim ne, e që është që mos ketë asnjë lloj mbeturine në kryeqytet, ndërsa sa i përket mbeturinave inerte, jemi duke biseduar me inspeksionin sepse të gjitha mbeturinat inerte nga punëkryerësit duhen të dërgohen në deponinë qendrore në Mirash dhe jo të hudhen në hapësirat publike. Ndërsa sa i përket pjesës së mbeturinave të anviznisë, kompania publike dhe operatorë që janë duke operuar, jemi duke i pranuar raportet e ankesave që javën e kaluar në qendrën e thirrjeve, kemi pas 28 ankesa, që është numër dukshëm më i ulët se sa që ka qenë para një muaji. Për këtë numër të ankesave, ideja është që ta ulim në shifrën 10 shifrore, gjithmonë aty është pretendimi, por këtë duhet ta bëjmë sigurisht bashkërisht me qytetarët dhe me gjitha institucionet, në mënyrë që bashkëpunimi jonë të jap rezultate sa më të mira në dobi të interesit publik dhe hapësirave publike të pastërta. Patjetër, edhe mendoj që sa i përket kësaj pjese, pra kryetari Palim Rama ka bërë një punë të mirë që keni deklaruar këtë pjesën e mbeturinave kështu me zgjedh me platforma të ndryshme. Leutrim, dua të pyes fare shkurtër edhe një ankesë për ndriçimin publik, thotë që 10 ditë ka probleme të mëdha në rrugën Xhavit Ahmeti dhe në fshatin Bardhosh tek rruga Ekrem Dili nuk kanë fare. Si qëndrojmë me planet në këto pjesë, këto zona? Sa i përket ndriçimit publik në këtë moment nuk ka mirëmbajtje, nuk ka kontratë të mirëmbajtjes dhe kjo duhet të jetë një sqarim për gjithë qytetarët. Dhe çka po ndodh është që në ato hapësira ku ka infrastrukturë të ndriçimit dhe po ndodhin prishje ose avarit të ndryshme, mungesa intervenimeve në mungesë të kontratës së mirëmbajtjes, po shkakton vonesa. Për çka i kërkojmë qytetarëve mirë kuptim, edhe pa kohë sa procedura të zgjedh një nga operatorët i cili do të kujdeset për këtë pjesë. Nuk besoj që do të marrë edhe shumë kohë. Ne gjatë kësaj kohe jemi ka operojmë me një operator që ka qenë më herët i kontraktuar, i cili ka të bëjë me ndriçimin smart dhe zgjerimin e rrjetit të ndriçimit dhe po provojmë që të gjitha rrugët që kanë një rrezikshmëri më të lartë të intervenohet në mënyrë që të ketë ndriçim dhe qytetarët të kenë sa të pak një siguri në orët e mbrëmjes. Këto dy rrugë do t'i shohim sot gjatë ditës me ekipët dhe do të shikojmë mundësinë të dërgojmë një ekip emergjent nga zyra e drejtorisë së shërbimeve publike në mënyrë që të shihet mundësia e intervenimit me këto kapacitete që janë aktualisht, në mënyrë që të ofrojmë një zgjidhje për qytetarët dhe ankesat që i kanë në lidhje me ndriçimin publik. Në Xhavit Ahmet, po ashtu edhe në Bardhosh. Po, të falenderoj shumë për këtë lidhje direkte, Leutrim, dhe falenderoj shumë për kohën, e që do të dëgjohemi sërish me këto punë të mira patjetër. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe juve dhe gjithë qytetarëve të Prishtinës. Miropafshim. Miropafshim.